Përshëndetje të dashur dhe mirë se erdhët edhe në videon e radhës. Në këtë video do të shohim së bashku mësimin numër 7 të nivelit të 2 të gjuhës angleze, nivelit A2. Ndër të tjerë do të shohim pak imperatives, forma urdhërore. Do të shohim përdorimin e formës let's kur japim një sugjerim, pra le të bëjmë këtë gjë, kur jemi pjesë edhe ne e të paktën 2 ose më shumë personave. Dhe do të flasim për feelings, për ndjenjat. Kalim pak më tej. Le të shkojmë pak aspektin gramatikor. Kur e përdorim formën imperative ose urdhërore, kuptohet si në shqip, use the imperative to give orders or instructions. Pra, përdor formën urdhërore për të dhënë urdhra, order, rregulla, fjalë për fjalë, dhe udhëzime. Okay. Si e ndërtojmë si formë? Mund të jetë në formën pohore, në formën pozitive, ku kemi foljen dhe një ose dy fjalë të tjera. Positive imperatives. Do të jetë verb, e cila do të jetë në base form. Kujtojmë edhe një herë që base form do thotë forma më e thjeshtë e fjalës, ose konkretisht e foljes, megjithëse po flasim për folje tani. Për shembull, open the door, hape derën, turn right, ktheu djathas. Por mund të jetë edhe në formën mohore, negative, negative imperatives. Si do ta ndërtojmë? Do ta ndërtojmë duke përdorur don't, forma negative të kohës së tashme të thjeshtë, simple present, plus a verb dhe një folje, përsëri e cila do të jetë në formën e thjeshtë, në formën bazë të saj, base form. Për shembull, mund të kemi don't stop, mos ndalo, ose don't worry, mos u shqetëso. Okay? Tani, meqense format urdhërore janë pak të forta në vetvete, kjo pastaj do të varet pak edhe nga kultura, nga një vend tjetër që ndryshon pak, e mira është që të vendosim fjalën please, qoftë në fillim ose në fund, që t'i bëjmë pak më të sjellshme. Këtë tregon edhe pika e fundit. Add please to be polite, edhe nëse do na duhet të japim udhëzime ose urdhra dikujt. Pra, shtojmë please që të jemi të sjellshëm. Për shembull, open the door, please. Ose please sit down. Okay? Pra, do vendosim thamë në fillim ose në fund, është e njëjta gjë. Atëherë, një mënyrë tjetër se si mund të ndërtojmë formën urdhërore është edhe duke përdorur foljen be, foljen jam dhe zakonisht një mbiemër. Po të shikoni këtu në të gjatë kësa na tregon. We often use be plus adjective. Për shembull, be careful. Okay. Atëherë, një gjë që nuk është nevojshme të përdorim në formën urdhërore, nuk është nevojshme të vendosim një përemër. Shikoni pikën e dytë, thotë don't use a pronoun with imperatives. Pra nuk ka nevojë të vendosim një përemër. Për shembull, fjalën be quiet, pra hesht, pusho, nuk ka nevojë të themi you be quiet. Okay? Tani, hapim klapët. Do të shikojmë që në nivelet e avancuara, flasim nivelin B2, C1 dhe kështu për ata që kanë dëshirë që të arrijnë edhe këto nivelet, do të shikojmë disa raste pastaj që mund të dalim jashtë gramatikës. Por do ketë arsye specifike pastaj pse do dalim jashtë gramatikës. Do t'i marrim këto rregullat në varësi të nivelit ku jemi gjithmonë që të mos më ngarkohemi së koti. Atëherë, le të shikojmë pak edhe përdorimin e formës let's, që është shkurtimi i let us, që në shqip do të ishte kur ne sugjerojmë, pra jemi ne pjesë e dy ose më shumë personave, pra ne dhe të paktën një tjetër, dhe sugjerojmë që të bëjmë diçka. Pra nuk është teknikisht një urdhër, pra është më tepër një sugjerim. Këtë thot edhe këto pika e tre, thot use let's plus verb, base form, gjithmonë, to make suggestions, për të bërë sugjerime, pra sugjerojmë diçka. Për shembull, dikush mund thot let's go home. Okay? Nuk thot shkojmë në shtëpi, por sikur thoshim në shqip, le të shkojmë në shtëpi. Okay? Pra është më tepër një sugjerim se sa një urdhërim. Mund ta përdorim edhe në formën negative, kështu që bie të vendosim not mbas let's dhe folje, use let's not plus verb to make a negative suggestions. Pra mund të jetë një sugjerim i formës negative, pra po mohore. Për shembull, let's not wait. Le të mos presim, pra. I bie sikur themi le të ikim. Okej. Le të ecim më tej, të shikojmë pak tani disa fjalë të cilat ne i përdorim për të shprehur ndjenjat ose për të treguar ndjenjat. Okej, të cilat mund të jenë për shembull worried, i shqetësuar, happy, i lumtur, thirsty, i etur, hot, nxehtë, pra kur ne ndihemi
kemi vap, angry i acaruar, hungry i uritur, në 5 dhe 6 zakonisht studentët derisa të fiksohen ngatrojnë pak me njëra tjetrën. Tired i lodhur, stressed i stresuar, cold i ftohur, sad i trishtuar dhe bored. Okay. Atëherë, bored ne nuk kemi një fjalë fikse në shqip për ta përkthyer. Ndonjëherë fjalori e përkthehen i mërzitur, por nuk është e njëjta gjë. Bored do të thotë kur keni parasysh ato situatat ku nuk kemi çfarë bëjmë. Domethënë ndoshta nuk kemi internet për ata që përdorin shumë telefonin, nuk ka gjë në televizor, edhe nuk kemi çfarë bëjmë. Pra ajo ndjenjë është në anglisht e themi bored. Disa në shqip mund të përdorin edhe fjalën utrasha. Okay, ndoshta është gjëja më e parafort që mund të kemi në shqip. Okay, pra, ja kemi këto fjalë për të shprehur se si ndihemi ne ose se si ndihemi dikush. Edhe një herë kujtojmë. Mbiemrat nuk kanë, sepse teknikisht edhe këto janë mbiemra. Mbiemrat nuk kanë gjini. Edhe pse unë i përktheva të gjithë në gjinin maskullore, mund t'i përdorim edhe për gjinin femërore pa problem, pa ndryshuar diçka. Atëherë, të vazhdojmë pak më tej collocations. Kemi bashkimin e fjalëve të ndryshme për të treguar edhe një herë se si ndihemi, jo vetëm thjesht duke përdorur fjalën. Atëherë, use be plus feelings. Atëherë, këtu na duhet pak kujdes. Përse e themi këtë? Sepse në anglisht kur ne tregojmë se si ndihemi, që do përdorim fjalët që pam pak më përpara, edhe të tjera që do të marrim më vonë, kryesisht përdorim foljen be. Okay? Por kjo nuk është e njëjtë në të gjitha gjuhët. Për shembull, ne në disa raste në gjuhën tonë përdorim foljen jam, por mund të përdorim edhe foljen kam. Okay? Për shembull, kur themi kam uri, kam etje, kam ftohtë, kam vap, do të bëjmë kujdes si mos ta përkthejmë fjalë për fjalë. Pra, nuk themi në anglisht I have a cold, por do themi I am. Siç kemi edhe 3 raste tu. I am hungry, jam i uritur. I am hot. Okay? I am cold. Edhe pse në shqip, nëse do na duhet ta përkthejmë në mendjen tonë për ta kuptuar ose t'ia përkthejmë dikujt tjetër, mund t'i përkthejmë me foljen kam, sepse i aplikojmë në shqip, por të bëjmë kujdes që mos të bëjmë padashje të kundërtën, pra ta përkthejmë fjalë për fjalë nga shqipja në anglisht. Okay? Këto shprehje që ndryshojnë nga gjuha jon, duhet t'i fiksojmë ashtu si janë në anglisht. Okay? Pra e këtë them edhe, kam shënuar edhe këtu, pra not have plus feelings. Nuk themi I have cold. Okay? Vazhdojmë më tej. Le të flasim pak në të djathtë për një aspekt tjetër të gjuhës angleze, connected speech. Okay? Connected do thotë të bashkosh ose i bashkuar, i lidhur me diçka. Përse e themi këtë? Ju ka rastisur që të dëgjoni sidomos nëse jeni edhe në nivelet e para të gjuhës angleze, nëse dëgjoni vendasit të flasin, mund ta keni goxha të vështirë për të kuptuar. U duket sikur thon fjalë të tjera. Por çfarë ndodh ndonjëherë? Mund të përdori të njëjtat fjalët që ne kemi mësuar, por për shkak të shpejtësisë dhe fakti që kanë gjuhën e tyre dhe flasin pa ndalesa, duket sikur disa fjalë bashkohen me njëra tjetrën. Okay? Më vonë pastaj do shikojmë rregulla specifike që ku ndodhin dhe cilat janë ato fjalët që bashkohen në të folur, jo në shkrim, në shkrim do t'i shkruajmë normal, por në të folur bashkohen. Okay? Nuk është diçka që ne është nevojshme të shqetësohemi, sidomos në këtë nivel ku jemi. Mjafton që ne të mësojmë fjalët saktë dhe është diçka pastaj që na vjen edhe në natyrshëm kur kemi arritur një proficiency, pra një nivel të shprehurit të saktuar. Okay, le të shohim pak çfarë na tregon për kufizimi këtu në të djathtë. Thot, when people speak, they don't usually separate the words. Pra, kur njerëzit flasin, ata zakonisht nuk i ndajnë fjalët. For example, if a word ends with a consonant and the next word begins with a vowel, they join them together. Pra, ky është një nga rastet, siç tham, në varësi të nivelit pastaj do shikojmë edhe rastet e tjera. Por ndodh shpesh që kur një fjalë mbaron me bashkëtingëllore dhe tjetra vazhdon me fillon me zanore, sidomos kur kemi të bëjmë me parafjalët, ndodh që ti thon të dyja bashk, pra they join them together, fjalë për fjalë i bashkojnë ato bashk. Për shembull, kemi rastin a turn of the music, okay? Të pandarë do t'i thoshim fjalët kështu në këtë mënyrë, në mënyrë individuale, turn of the music, okay? Por një vendas do ta thotë në këtë mënyrë, turn off the music. Turn off the music. Edhe një herë, turn off the music. Vini re, duke sikur turn off është një fjalë vetëm. Dhe pastaj kemi the music.
Okay? Edhe një herë, është e rëndësishme ta dimë që ekziston, kështu që kur e dëgjojmë nuk është se po thot një fjalë tjetër, por mund të ndodhi që për shkak të këtij rregulli ti thot të dyja fjalët bashk, dhe mjafton ta kuptojmë. Pastaj që ne të arrijmë në këtë nivel, thamë është diçka që do vi me kalimin e kohës. Duhet pak durim. Atëherë, le të shohim pak disa shprehje, fjali shprehje të cilat mund t'i gjejmë në tabela të ndryshme, signs, tabelat, okay? Për shembull mund të gjejmë udhëzime të tilla si turn left, ktheu majtas, be careful, bëj kujdes, don't smoke here, mos pi cigare këtu, turn off your phone, fike telefonin tënd, don't listen to music here, mos dëgjo muzikë këtu, don't take photos, mos bëj fotografi, don't eat or drink here, mos ha ose pi këtu, dhe ose mund të marrë të dy kuptimet. Cross the road now, kaloje rrugën tani. Don't go in here, mos u fut këtu, etc. Pastaj më vonë do të shikojmë edhe të tjera. Kalojmë te. Le të shohim tani një shembull. Ato forma që ne i pam, qoftë forma urdhërore ose sugjerimet, dhe disa fjalë të cilat i përdorim për të treguar se si ndihet dikush, të shikojmë tani në praktik. Kemi rastin e një familje e përbërë nga babai, mamaja dhe dy fëmijët, djali dhe vajza, të cilët janë duke udhëtuar me makinë, okay? Dhe do flasin të gjithë, por përveç kësaj do kemi dhe GPS, që dhe GPS-i do japi disa udhëzime, dad, mom, Suzy and Tim. Suzy vajza dhe Tim djali. Okay? Këtu kam treguar edhe se kush është duke folur, rastin e parë GPS që thot after 100 feet, keni parasysh që amerikanët kanë tjetër sistem të matjeve të gjërave. Për shembull atë që ne përdorim për metrin, ata përdorin fjalën feet, që është teknikisht shumë si i fjalës këmbë, pra këmbët, okay? Nuk janë të barabarta, jo gjithmonë janë. Mund të ndodhi ndonjëherë të jenë të barabarta, pra një të vlerë, por shpesh nuk janë të barabarta. Për shembull 1 metër është 1 feet është teknikisht bie 1 fut, i bie diku te 30 centimetra, prandaj 100 feet është diku te 30 metra. Nuk ka nevojë të shqetësohemi shumë për këto, se mjafton të vendosim të futemi në internet dhe aty mund të kuptojmë se sa është kjo në masat që kemi ne në Europë. Pra, after 100 feet, turn right, okay? Ua kam bërë me të kuqe kur kemi të bëjmë me udhëzimet dhe urdhrat, që kemi mundësi edhe ti dallojmë. Pastaj kemi mamin që flet, mamaja, please slow down, të lutem ngëdhelso. This road is very dangerous. Kjo rrugë është shumë e rrezikshme. Deri tani kemi parë dy fjalë që përdoren për rrugën. Kemi parë fjalën street, nëse ju kujtohet, dhe fjalën road. Të dyja në shqip, edhe në anglisht i përdorim me idenë e rrugës. I vetmi ndryshim është se street në përgjithësi e përdorim për rrugët brenda vendbanimeve, për shembull në qytet, në fshat, qytet, kurse road zakonisht referohemi rrugëve të cilat lidhin fshatrat, qytetet, pra rrugët jashtë vendbanimeve. Don't worry, mos u shqetëso, you know I am a good driver. Ti e di që unë jam një shofer i mirë. Be careful. Bëj kujdes. Kalojmë në anën tjetër, është Suzy tani që flet. Dad, this music is terrible. Babi, kjo muzikë është e tmerrshme. Can you turn it off? A mund ta fikësh atë? Okay. Pastaj është djali që flet. Tim, Dad, I'm really hot. Turn the air conditioning on, please. Babi, kam shumë nxehtë. Ndize kondicionerin të lutem. Are you hot, Suzy? A ke vap, Suzy? No, I'm cold. Jo, kam ftohtë. Pastaj çfarë sugjeron e jema, thot open your window, Tim. Vazhdojmë më tej. Vazhdon akoma biseda. Kemi Suzy që flet. I'm thirsty. Where is the water? Kam etje. Ku është uji? Here you are. Ja ku e ke, thot e jema. Pastaj djali. I'm hungry. Jam i uritur. Can we stop soon? A mund të ndalojmë së shpejti? E jema. Let's stop at that service station. Le të ndalojmë tek ai stacioni i shërbimeve. Keni parasysh që në autostrada, sidomos në rrugët e gjata, mund të ketë këto stacionet e shërbimeve kur ka karburanti, zakonisht është edhe një kafene ose në një restorant, në një dyqan i vogël për të blerë dhe kështu me radhë. Pra i ka të gjitha shërbimet prandaj, ose ka disa shërbime, prandaj i themi service station dhe jo thjesht gas station, karburant. Kalojmë të djathtë, kemi Tim
që i drejtohet motrës së vet, give me my iPod, më jep iPodin tim. Si i thotë motra, this is my iPod. Ky është iPod i im. Be quiet, qetësi. Are we there yet? I'm bored. A rritëm tashmë? Jam, fjala bored që thamë, kur s'kemi ç'a bëjmë, jam trashur si do të thoshim në shqip. It's not far now. Nuk është larg tani, kuptimi që ka mbetur edhe pak. Only 15 miles, vetëm 15 milje. Can you turn the radio on, please? A mund të ndezësh radion të lutem? Okay, thotë Jema. Pastaj, pjesa e fundit, Suzy që flet. Where are we? Më shikojmë edhe në fotografi që kanë ndaluar diku, duket që është një hotel. Pra ku jemi ne? We're here, thotë Jati, jemi këtu, at the hotel, tek hoteli. Here kuptimi këtu që sipas atij destinacioni ku donin të arrinin. Great, super. Don't park here, mos parko këtu. Look at that sign, no parking. Shiko atë tabelën, jo parkim. Nëse vini re, dalloni një tabelë vogël në fotografi që tregon që nuk lejohet parkimi. Prandaj edhe mamaja, gruaja e tij në rastin ton tani, i thotë që të mos parkoj aty. Si thot babai, bashorti, don't worry, mos u shqetëso, it's okay, come on, let's go, hajde, le të ikim. Bukur, kaq kishim edhe për këtë video. Ju sugjeroj si gjithmonë që të gjitha gjërat që mësoni këtu në video ose në shkollë ose vetë kudo që të jeni, mundoni të vini sa më shpesh dhe sa më shumë në praktik. Si gjithmonë, ju falenderoj për vëmendjen dhe dëgjohemi në videon e radhës.